Ndërkohë presim Klaudia Muradajn për të bërë parashikimin për ditën e sotme sa i përket motit, ku çdo ditë më shumë kuptojmë që është shumë i rëndësishëm, sidomos kur janë këto shirat e beftë dhe të papritur. Një ditë nuk po i besoja veshve, Matilda. O ditën që e parashikuam veto të nesërmen, kur dëgjoja ca zhurma të tmerrshme. Më thoshin mua janë vetëtima, bubullima. Jo, ore tash kom shiu lart drejt divanit. Do të qishim vetëtim. Në mos gaboj të prepden ka që po. Mirëmëngjes, Klaudia. Mirëmëngjes, Matilda, mirëmëngjes, Flor, dhe mirëmëngjes të gjithë rishikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Fillimisht ju uroj një javë sa më të mbar, sa më të bukur, dhe jam e bindur që do ta shijoni, sepse kjo javë nuk do të ketë ato shirat e her pas hershëm afat shkurtra që kemi pasur në ditët që lan pas, por do të jetë një javë kryesisht e nxehtë me temperaturat larta. Në fakt do ishte mirë që her pas here edhe të freskohej pak, Klaudia, sidomos në ato aplikacione që mbajmë ne në për telefona tregon që termometri do të jetë flak. Po, është e vërtet, Matilda, sidomos andej në zonën e juglindjes apo dhe verilindjes, ku edhe duhet që të bien disa rreshje shiu, të paktën urojmë që fundjava të ketë disa rreshje të shkurtra, të paktën në ato zonë, të cilat nuk do të jenë problematike, por që janë të nevojshme patjetër për bimësin. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë i kthjellët në të gjithë territorin dhe me kozjatje të orëve me diell dhe me temperatura të larta. Era do të fryjë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 4 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 7 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 14 deri në 35 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 36 dhe në Bregdet 13 deri në 37 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Faleminderit, Klaudia, për përditësimet e tua, sikundër edhe Mario, edhe ti bësh gati për t'i sjellë në vëmendje sërish në pjesën e tretë programit.